Kalon urime për titullin kampion. Faleminderit. Në mesin e shumë emocioneve, na pa me emocionet tuaja kanë qenë më të veçanta. Pse më të veçanta duhet të jenë emocionet e drejtorit sportiv? Jo, nuk e di se cila i ka emocionet, po veç mënyra e shprehjeve të emocioneve është ndoshta më e veçantë ose më e ndryshme prej tjera, por ndryshe normalisht kemi prit gjatë këtë ditë edhe kanë qenë emocionet pa përshkrueshme. Kemi bërë shumë sakrificë, shumë mund, kemi prit shumë gjatë. Durimi jonë është testu shumë herë, domethënë për vite me radhë, edhe kur të gjithë kanë prit që pas një dështimi të vogël që ne ndoshta mund të dështojmë edhe mund të bimë për tokë, ne jemi ngritur dhe kemi vazhduar edhe më fuqishëm edhe fal keq kësaj rezistence, fal keq këtij durimi të madh, ne kemi arritur që sot të kurorëzohemi me titull dhe kjo normalisht është një emocion i veçantë. E kemi prit gjatë dhe për këto jam shumë krenar për gjithë. Rrugtimet mund të jenë ndonjëherë edhe me zigzake, me batica, me zbatica, tham, po mund të jenë edhe të kontestueshme, po në këtë rastin e dritës e dim që ka qenë sakrificia është zakonisht e madhe deri në këtë moment, deri në titullit, për ta rikthyer pas një periudhe të gjatë. Ju si e shihni? Sigurisht, ndoshta nuk është një periudhë shumë e gjatë, kjo sepse në vitin e fundit ka qenë viti 2020, jo gjithmonë edhe ekipet tjera janë ekipet cilat mobilizohen, organizohen, përgatiten për me luftu për titull. Fati jonë ka qenë i tillë që ndoshta në momentet e fundit, 2-3 vitet e fundit, ka qenë një zhgënjim më i madh për faktin se kemi qenë shumë afër, kanë qenë shumë faktorë cilat e kanë bërë që ne mos ta realizojmë, por që këtë vit i kemi marrë gjitha masat, çdo vit duhet të jetë ai vit i cili duhet të mësojmë me gabimet cilat i kemi bërë gjatë rrugës, mos të përsërisim, të eliminojmë ato dhe në fund doli që kem bërë mirë, kem punu drejt edhe ato gabimet cilat na kanë shfaq viteve të fundit i kemi eliminu edhe ka dalë, ka rezultu me rezultat. Pas çka i falenderoj gjithë duke filluar prej presidentave, tifozëve tonë që na kanë mbështetur vazhdimisht, lojtarëve, stafin teknik, gjithë pa e dalluar. Tifozët çdo moment presin që festat të kremtohen, të festohen, në këtë rast festa është në taborin tuaj, domethënë çka mund të presin intelektualët, kur do të ketë një festë, një organizim, edhe do të jetë pak më ndryshe se që jemi mësuar hera, zakonisht i shohim këto kremtet e titullit dhe të kampionit në taborret tona, në arenën tonë. Në Kosovë besom që koqa shumë ju mlodh gjatë këtyre viteve tu organizu, edhe menoj që këtë pjesë duhet ta ketë dikush tjetër, e unë veç t'i bashkangjita festës, nuk e diskutoj që do të kemi një kremt. Sigurisht ndoshta ajo do të bëhet në ceremoninë kur të bëhet shpërndarja e medaljeve dhe të ngritja e trofeut lart. Unë mendoj që atëherë do të kemi një festë, pa asnjë diskutim, dhe festa është e gjithëve sepse gjithë janë meritor dhe gjithë ky mundi që kjo sakrificë është bërë për të gjithë tifozët, adhuruesët e dritës që të festojnë së bashku. Megjithëse idetë tuaja dim që sigurisht do të jenë ato që do të inkorporohen në kuadër të asaj atij skenarit aty festiv eventualisht, pa çfarë do të qoftë ai organizim. Po a do të presim diçka pak më ndryshe që të jetë festa, jo me shpenzime, po të presim diçka pak më në strukturë, në organizim. Çka do që është e mirë, duhet pritet nga ne, pse jo edhe me shpenzime. Ne kemi ditë që të jemi dorëlirë në çdo aspekt, kemi shpenzuar jashtëzakonisht shumë gjatë këtyre viteve, e në ceremoninë edhe në kremtën e gjithëve, kur të gjithë duan të jenë të lumtur aty, mas pakti duhet kursehemi. Kështu që në këtë drejtim mendoj edhe shpresoj shumë që të jetë një festë shumë e madhe, një festë shumë e madhe për gjithë qytetarët, për gjithë intelektualët, për gjithë tifozët dhe adhuruesët e dritës. Pa asnjë diskutim, asnjë gram nuk mund të ndihemi më i lumtur se ata të tjerët, kështu që do të jemi të gjithë barabartë dhe do të kënaqemi në festë. Falenderoj për bisedën këtu në stadiumin sintetik, shpresojmë që biseda në të ardhmen të afërt të zhvillojmë në stadiumin e qytetit me kapacitetet edhe me kushtet çfarë kërkohet. Kënaqësi edhe fjala jote në veç Zotit inshallah. Faleminderit shumë.
Campeona!